Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj veprimeve të fundit të Vladimir Putin në Ukrainë, duke e quajtur liderin rus të çmendur pas një vale sulmesh vdekje prurse ndaj civilëve. Në një postim në platformat e tij sociale, Trump tha se ka pasur dikur marrëdhënie të mirë me Putin, por tani sipas tij diçka ka ndryshuar, duke akuzuar kreun e Kremlinit për vrasje të panevojshme dhe sulme të pamotivuara ndaj qyteteve ukrainase. Donald Trump shtoi se kishte paralajmëruar më parë se Putini synon të marrë në kontroll të gjithë Ukrainën, jo vetëm një pjesë të saj, dhe theksoi se një veprim i tillë mund të çojë në rënien e Rusisë. Ai e konsideroi të papranueshme dhunën ndaj popullit civil dhe bëri thirrje për një kthes të menjëhershme në sjelljen e Kremlinit. Deklaratat e tij në rrjetet sociale u pasuan nga qëndrime të ngjashme të dhëna dhe para gazetarëve në New Jersey, ku Trump u shpreh se nuk kuptonte më sjelljen e Putinit dhe se ishte i shqetësuar për drejtimin që kishte marrë lufta në Ukrainë. Trump tha gjithashtu se është duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Rusisë në përpjekje për të detyruar hapjen e negociatave për paqe. Ky reagim shënon një nga qëndrimet më të ashpra të Trump ndaj presidentit rus që nga nisja e konfliktit.